Për drejt me pamje që vi nga brenda gjyqit ish presidentit Ilir Meta, ish presidenti Partisë Lirisë po ashtu. Shohim që është duke folur për te ka fazit të xhamt, Ilir Meta, i cili në fakt ka kërkuar prej kohësh që seancat në përgjykimi në themel ndaj tij të bëhen me praninë e medjes, duke paralajmëruar që këtë të hënë pra nis përballja publike si kundër e ka konsideruar ai, por këtë çështje që e ka konsideruar si të pastër çështje politike dhe nuk ka lidhje asnjë prej akuzave të ngritura ndaj tij me rolin që ka pasur në kohën e qoftë ministrit përkatës, por edhe numri 2 të qeverisë. Këto janë pamjet nga seanca e radhës gjyqësore. Kërkojmë